Dita kur nëna ime u largua. Nuk mbaj mend shumë nga fytyra e nënës si me atë ditë, por mbaj mend heshtjen. Ajo heshtje e rëndë që u fut mes mureve të shtëpisë son, si mjegull e ftohtë, dhe nuk u largua për vite me radhë. Isha vetëm 7 vjeç kur ajo u largua. 7 vjeç, por mjaftueshëm i madh për ta kuptuar se diçka po thyhej përgjithmonë. Ishte mëngjes pranvere. Dielli hynte nga dritarja e kuzhinës dhe ndriçonte tryezën, ku unë po haja bukë me reqel. Nëna ime rinte në këmbë, me pallton e veshur, çantën në dorë dhe sytë që nuk më shikonin dot drejt. Babai ishte ulur në një karrige, i heshtur, me cigaren e fikur në dorë. Askush nuk fliste. Do të iki për ca kohë, tha ajo më në fund, me një zë që dridhej pak, por jo mjaftueshëm për të treguar pendes. Për sa kohë? Pyeta unë, pa e ditur pse më rrihte zemra kaq fort. Ajo nuk u përgjigj. Vetëm u përkul, më puthi në ballë dhe u drejtua nga dera. Nuk më tha se më donte. Nuk më tha se do të kthehej. Nuk më tha asgjë. Dera u mbyll pasaj me një zhurmë të lehtë, por për mua ajo zhurmë ishte si një shpërthim. Nga ajo ditë, gjithçka ndryshoi. Një shtëpi pa nën. Ditët e para prisja që ajo të kthehej. Çdo zhurmë makine jashtë më dukej sikur ishte ajo. Çdo hap në korridor më ngrinte në këmbë, por ajo nuk u kthye. Babai u përpoq të ishte i fortë, por unë e shihja se si sytë i ishin mbushur me lodhje. Ai filloi të punonte më shumë, të fliste më pak. Në mbrëmje hante shpejt dhe mbyllej në dhomën e tij. Unë mbeta vetëm me pyetjet e mia. Pse iku mami? A bëra unë diçka gabim? A nuk isha mjaftueshëm i mirë për të? Askush nuk mi përgjigjej këtyre pyetjeve. Pas disa muajsh, e vërteta doli në dritë. Nëna ime nuk kishte ikur për ca kohë. Ajo kishte ikur për një burr tjetër. Një burr që e kishte njohur prej kohësh. Një burr për të cilin kishte zgjedhur të linte pas fëmijën e saj. Kur e dëgjova këtë për herë të parë, nuk e kuptova plotësisht çfarë do të thoshte. Por e ndjeva si një thik që më ngulej në kraharor. Nëna ime kishte bërë një zgjedhje, dhe unë nuk isha pjesë e saj. Vitet që kaluan pa të. Vitet kaluan ngadalë. U rrita pa duart e saj, pa zërin e saj që më thëriste në mbrëmje, pa këshillat e saj. Në festat e shkollës, shikoja nënat e tjera që i përqafonin fëmijët e tyre, dhe ndjeja një boshllëk që nuk mbushej me asgjë. Babai u përpoq të më jepte gjithçka që mundej. Më mësoi të jemi fort, të mos ankohem, të mos pres asgjë nga askush. Por ka gjëra që asnjë baba nuk mund t'i zëvendësoj. Nga nëna ime nuk mora asnjë telefonat, asnjë kartolin për ditëlindje, asnjë pyetje për shëndetin tim, asgjë. Ishte sikur të kisha pushuar se ekzistuari për të. Kur u bëra adoleshent, zemërimi zëvendësoi dhimbjen. U betova se nuk do ta kërkoja kurrë, se nuk do ta falja, se për mua ajo ishte e vdekur. Dhe për shumë vite, kështu ishte. Jeta ime, pa të. U rrita, u shkollova, u martova. Ndërtova jetën time pa të, si dikush që mëson të ecë pa një këmbë. Jo sepse është e lehtë, por sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Babai im dëroi jetë kur isha 35 vjeç. Në funeral, për një moment, shikova turmën dhe mendova, po sikur të ishte këtu, por mendimi u zhduk shpejt. Ajo nuk kishte qenë aty kur kisha nevojë. Pse të ishte tani? Kaluan vite të tjera, plot 25 vjet nga dita kur ajo u largua. Dhe pastaj, një ditë, telefoni im ra, një numër i panjohur. Nuk e dija se ajo telefonat do të hapte plag që kisha menduar se ishin shëruar. Nuk e dija se zëri në anën tjetër do të më kthente sërish në atë fëmijë 7 vjeçar që priste pranë dritares. Alo, thash. Në anën tjetër, një heshtje. Pastaj një zë i dobët, i lodhur. Jam nëna jote. Dora më filloi të dridhej. Zemra më rahu fort. 25 vjet heshtje u shkatëruan në një fjali të vetme. Kam nevojë për ndihmën tënde, vazhdoi ajo me zë të ulët. Dhe aty, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk dija çfarë të thosha. Zëri që u kthye nga e kaluara. Pas asaj telefonate, qëndrova për disa minuta duke parë ekranin e telefonit sikur ai të më kishte tradhtuar. Zëri i saj vazhdonte të më kumbonte në vesh. Kam nevojë për ndihmën tënde. Jo, më fal. Jo, si je. Vetëm nevojë. U ula në divan dhe mbylla syt. 25 vjet përpjekje për të harruar u shembën në pak sekonda. Zemërimi që kisha varrosur thellë doli sërish në sipërfaqe, më i fortë, më i egër. Pse tani?
Pse pas gjithë këtyre viteve, dhe mbi të gjitha, pse mua? Takimi që nuk e doja. Ajo më kërkoi të takoheshim. Unë thash, do ta mendoj. Në të vërtet, nuk doja, por diçka brenda meje, një pjesë që ende mbante plagën e fëmijërisë, kërkonte përgjigje. U takuam pas 2 ditësh, në një kafene të vogël në qytet. Kur hyra, e pash me njëherë. Ishte ulur në një cep, me shpinën pak të përkulur, flokët e thinjur, duart që i dridheshin lehtë. Nuk dukej më si gruaja që mbaja mend. Koha kishte qenë e pamëshirshme me të. Kur sytë tan u takuan, ajo u ngrit në këmbë. Faleminderit që erdhe, tha me zë të butë. Nuk ju përgjigja. U ula përballë saj, me fytyrën të ngrirë. Pse je këtu? E pyeta drejtë në sy. Ajo uli kokën. Nuk e kam pasur guximin të kërkoj më parë, tha. Nuk e dija si do të më pritje. Nuk më kërkove as kur babai im vdiq, i thash, pa e fshehur zemërimin. Nuk të interesoj asnjëherë si isha. Lotët filluan t'i rëshisnin në faqe. E di, dhe kjo më ka ndjekur çdo ditë. E vërteta pas largimit. Për herë të parë, ajo filloi të fliste. Më tregoi për burrin për të cilin kishte ikur. Një dashuri që ishte dukur si shpëtim, por që ishte kthyer në burg. Ai kishte qenë xheloz, kontrollues, i dhunshëm. E kishte izoluar nga të gjithë, madje edhe nga unë. Më thoshte se ti do të më urreje, tha ajo, se ishte më mirë të mos të afrohesha. Qesha me hidhërim, dhe ti e besove. Ajo nuk foli, heshtja ishte përgjigja e saj. Më tregoi se burri kishte vdekur disa vite më parë, se ajo kishte mbetur vetëm, pa familje, pa miq, pa askënd. Jam e sëmur, tha papritur, duke më parë drejt në sy. Dhe nuk kam njeri tjetër. Aty ndjeva diçka që nuk e prisja. Jo dhemshuri, por një lodhje të thellë. Një ndjenje se gjithçka po binte mbi shpatullat e mia pa më pyetur. Lufta brenda meje. Kur u largova nga kafeneja, ndjeva sikur po mbaja një barr që nuk ishte e imja. Një pjesë e imja donte t'i kthente shpinën, ashtu siç më kishte kthyer ajo dikur. Ti thoshte, tani është radha ime, por kishte edhe një zë tjetër. Një zë që më kujtonte se pavarësisht gjithçkaje, ajo ishte nëna ime. Atë natë nuk fjeta. Mendja më shkonte te fëmijëria ime, te mungesat, te dhimbja, por edhe te fytyra e saj e lodhur, te sytë që kërkonin ndihmë. A ishte kjo hakmarrja e jetës? Apo një provë për mua? Vendimi i vështirë. Pas disa ditësh, ajo më telefonoi sërish. Nuk dua të të rëndoj, tha. Nëse nuk mundesh, do ta kuptoj. U mbështeta pas karriges dhe mbylla sytë. Nuk e di ende çfarë do të bëj, i thash me sinqeritet. Por një gjë e di, nuk mund të fshi 25 vjet me një telefonat. Ajo pshërtiu. Nuk kërkoj të më falësh, tha. Vetëm të më dëgjosh. Dhe aty e kuptova se kjo histori nuk kishte të bënte vetëm me të kaluara. Kishte të bënte me atë se çfarë njeriu do të zgjidhja të isha unë. Sëmundja dhe kërkesa për ndihmë. Ditët kalonin ngadalë pas takimit të parë. Çdo telefonat nga ajo më tensiononte, por nuk mund ta largoja mendjen. Në fund, një ditë diçka e papritur ndodhi. Një mesazh i shkurtër në telefon, i thjesht, por me rëndësi të madhe. Kam nevojë për ndihmën tënde. Nuk kam më askën tjetër. Kur e pash këtë mesazh, diçka u prish brenda meje. Zemërimi që kisha mbajtur për 25 vite, u përplas me ndjesinë e përgjegjësisë. Nëna ime, gruaja që më kishte braktisur, ishte vetme dhe e sëmur. Nuk ishte një histori e thjesht ku mund të mbyllja syt dhe të vazhdoja jetën time. Kur u takuam këtë herë, ajo duke e dobësuar. Sytë e saj nuk kishin më atë shkëlqim që mbaja mend. Fytyra e saj ishte holluar, dhe çdo fjalë që thoshte duke e matur, e përzgjedhur me kujdes. Shkurt, ishte një grua e brisht, në kërkim të ndihmës së vajzës që kishte lënë pas. Nuk mund të jetoj vetëm, tha me zë të dridhur. Kam probleme shëndetësore dhe nuk kam askënd. Vetëm ti mund të më ndihmosh. U ndenja i ngrirë për një moment. Qëllimi i saj ishte i qartë. Ajo donte të varrej tek unë, dhe unë nuk e dija nëse kisha forcën të pranoja. Një pjesë e imja thoshte, kjo është e drejtë, ajo të braktisi, tani është radha jote për të lënë pas. Por një tjetër pjesë thoshte, është nëna jote. Njerëzit nuk zgjedhin sëmundjen ose braktisjen. Ti ke mundësinë ta ndihmosh. Pas disa ditësh vendosa të pranoja. Nuk ishte për të, nuk ishte për ndjenja që kisha humbur. Ishte për një ndjenjë më të madhe, për njeriu brenda meje që nuk donte të mbante urrëtie të pafundme. Mora vendimin,
do të ndihmoja, por me kushte të qarta. Nuk do të bëja sikur dhimbja nuk ekzistonte. Nuk do të harroja 25 vitet, por mund të prisja që ajo të pranonte ndihmën dhe jo prishjen e jetës time. Fillimi i një bashkëpunimi të vështirë. Ditët e para ishin të vështira. Ajo nuk mund të ecte pa ndihmën time. Kishte vizita mjekësore të shumta dhe trajtime që kërkonin kujdes të vazhdueshëm. Çdo moment që kalonim bashkë sillte përmendje të së kaluarës, të momenteve që kishin mbetur të pashprehura. Fjalët e pakta, takimet e munguar, qendrat e harruara. Por, ndërkohë, diçka filloi të ndryshonte. Jo me njëherë, por ngadalë. Kur ajo më shikonte me lotë në sy dhe falenderonte për një gjë të vogël, ndjeja një pjesë të brendshme të qetësohej. Nuk ishte dashuri që kisha humbur, por një respekt i ri, i ndërtuar mbi realitetin e dhimbjes dhe mbijetesës së saj. Një ditë, ndërsa po e ndihmoja të ecte në park, ajo foli papritur për të kaluarën. E di që nuk mund ta harrosh atë që kam bërë. E di që të kam lënduar shumë, por dua të dish, çdo ditë që nuk të kam pasur pranë, ka qenë një vuajtje për mua. Jo si e jotja, por një vuajtje tjetër, një lloj pendese që nuk mund të shprehet dot. Fjala pendes më goditi më shumë se sa kisha pritur. Ishte e qartë se ajo po përpiqej të shpjegonte diçka që nuk mund të ndryshohej, por që donte të lehtësohej nga barën e saj. Dhe, pa dashur, ndjeva se zemra ime po hapte një derë që e kisha mbyllur për një çerek shekulli. Kur e dhimbshme takon realitetin. Ditët e ndihmës së saj u bën rutinë. Çdo mëngjes, unë kisha përgjegjësinë të kontrolloja mjekimin, të përgatisja ushqimin dhe të ndihmoja për aktivitetet më të thjeshta që dikur ajo i bënte vetë. Por një ndjenjë vjetër filloi të shfaqej. Ndërthurja e detyrimit dhe zemërimit, e dhimbjes dhe kujdesit. Një mëngjes, ndërsa po i përgatitja ilaçet, ajo më shikoi me një zë të dobët. Nuk mund të vazhdoj kështu shumë gjatë. Nuk mund të jetoj vetëm. Ti je e vetmja ime shpresë. Një pjesë e imja dëshironte të thoshte jo. Të mos e ndihmoja, të mos bëja përpjekje për dikë që më kishte braktisur 25 vite më parë. Por pjesa tjetër thoshte, është nëna jote. Të ndihmosh nuk do të thotë të harrosh, por të jesh i fortë për të. Konflikti i brendshëm. Ndërkohë që ajo më kërkonte ndihmë të vazhdueshme, ndjeva një ngërç emocional. Nuk ishte thjesht ndihmë fizike. Ishte bara e dhimbjes së kaluarës që po më shtynte drejt skajeve të durimit. Nuk mund të bëj gjithçka për ty, i thash një ditë me një ton të prerë, duke ndjer lotët që më rridhnin pa kontroll. Kam nevojë edhe unë të jem e lirë, të jetoj jetën time. Nuk mund të mbaj barën e dhimbjes së të kaluarës çdo ditë. Ajo më shikoi me lot në sy, por nuk kishte zemërim, vetëm një miratim të heshtur, sikur e kuptonte që kjo nuk ishte thjesht ndihmë për trupin, por edhe një provë për lidhjen tonë të humbur. E di, tha ajo, dhe nuk kërkoj të ndryshosh gjithçka, vetëm mos më lër të ndjehem me vetme. Vetëm kjo. Në ato momente, kuptova se vetmja mënyrë për të ecur përpara ishte të gjeja një ekuilibër. Të jepja ndihmën që mund të jepja, por pa humbur vetveten. Kjo ishte hera e parë që ndjeva një lloj respekti reciprok mes nesh. Ajo pranonte limitet e mia, unë pranova realitetin e saj. Hapat e parë drejt pajtimit. Pak nga pak, gjërat ndryshuan. Ajo filloi të fliste më shumë për jetën e saj pas largimit tim, për gabimet që kishte bërë, për momentet e vetmisë dhe për dhimbjet që nuk I kishte ndarë me askën. Unë e dëgjoja, duke mos e ndërprer, duke mos u përpjekur të gjykoja. Vetëm dëgjoja. Një mbrëmje, kur e ndihmoja të ulej në divan, ajo më tha me zë të dridhur: nuk mund të rikthejmë kohën që humbëm, por mund të përpiqemi të krijojmë diçka tani. Vetëm një herë, mund të më lejoni të jem pjesë e jetës suaj. E pash atë moment dhe ndjeva diçka të pazakont. Nuk ishte falje e menjëhershme, nuk ishte dashuri e fituar, por ishte një fillim, një hap drejt një marrëdhënie të re, bazuar mbi të kaluarën dhe mbi vullnetin për të jetuar së bashku, pavarësisht plagëve të vjetra. Rindërtimi I lidhjes. Me kalimin e ditëve, ndihma ime për nënën u bë më e natyrshme. Nuk ishte më një detyrë e rëndë, por një bashkëpunim që kërkonte durim dhe mirëkuptim. Ajo më mësoi diçka të rëndësishme, se edhe ata që gabojnë mund të kërkojnë të drejtojnë gabimet e tyre, dhe se ndonjëherë dashuria nuk është e menjëhershme, por duhet ndërtuar. Një ditë, ndërsa uleshim pranë dritares dhe pinim çaj, ajo më tha: nuk mund të ndryshoj gjithçka, por dua të tregoj se të dua. Tani më shumë se sa kur. Unë u ula pranë saj dhe e mora dorën. Nuk ishte një falje e thjeshtë, ishte një marrëveshje e heshtur. Për të ecur përpara, duhet të lejonim dhimbjen të jetë pjesë e rrugës, jo pengesë. Nuk të harroj,
por mund të fillojmë sërish, i thash me një zë të butë. Ajo buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, e holluar nga vitet e lodhjes, por e sinqert. Një pjesë e fëmijës që isha dikur, dhe pjesa e gruas që ajo ishte bërë, u takuan në atë moment. Një ura e brisht u ndërtua, dhe një hap i vogël drejt pajtimit u bë. Mësimi i jetës. Kjo eksperiencë më mësoi se jeta nuk është e bardhë ose e zezë. Ndonjëherë, njerëzit që na braktisin nuk janë thjesht të këqij ose të mirë. Janë njerëz të thjeshtë që bëjnë gabime. Por ajo që ka rëndësi është si e trajtojmë të tashmen dhe të ardhmen. Nuk mund të harroja 25 vitet që kaluan pa të, por mund të krijoja një marrëdhënie të re, të bazuar mbi respekt dhe ndihmë reciproke. Një marrëdhënie që nuk fshin të kaluarën, por e pranon atë dhe ecën përpara. Një fillim i ri. Ditët vazhduan. Ne e kalonim kohën së bashku duke bërë gjëra të vogla. Ecje të shkurtë në park, biseda të qeta, gatim së bashku. Ajo nuk ishte më e vetme, dhe unë nuk ndihesha më e ngarkuar. Për herë të parë, pas shumë viteve, ndjeva paqe. Kjo histori nuk ishte për falje të menjëhershme ose për harres. Ishte për pranimin e gabimeve, për durim, dhe për krijimin e një lidhjeje që mund të mbahej në këmbë, pavarësisht plagëve të së kaluarës. Dhe kështu, pas 25 vitesh distancë dhe dhimbjeje, nëna ime dhe unë filluam një kapitull të ri. Nuk ishte perfekt, por ishte i vërtet, dhe mjaftueshëm për të ndërtuar jetën që të dy meritonim.